Sa herë shoh dikë që në kokë janë të mbuluar dhe në trup janë, le të themi, në mënyrë figurative të zbuluar, unë mendoj që ai person ose po do të thënë ai person nuk është i lirë brenda vetes, nuk ndihet plotësisht e vendosur në lidhje me shamin. Unë mendoj që ka femra që kanë dëshirë të duken shumë, ka femra që janë të nxitura, nuk e di, ndoshta nga zhvillimi hormonal, ndoshta janë të smura në kuptimin që duan gjithmonë të kenë atë tërheqjen e meshkujve, ndërkohë që përsërisht bien në kontradikt me Islamin. Ka raste shumë, kam patur kolege në punë që edhe pse për shembull të ishin të martuara, domethënë ndoshta fizikisht nuk bënin asnjë gjë, thjesht donin të kishin atë tërheqjen dhe kishin atë instiktin për të tërhequr gjinin e kundërt, nga vetë ato, normalisht jepnin sinjale, jepnin shenja, por që unë mendoj se nuk duhet të gjykojmë si këto persona që i heqin shamin, si këto persona që vënë shamin po nuk janë korrekte nga ana e veshjes trupore. Unë mendoj që këto kanë diçka për brenda vetes tyre që nuk janë ende në plotësim të asaj që duan. Për shembull, ke nga ato që duan ta vënë shamin, por në të njëjtën kohë duan edhe të duken, duan edhe të tërheqin. Domethënë, ke edhe nga ato pastaj që janë gjithkohës kanë qenë në presion, vendose dhe në fund kanë shpërthyer dhe kanë hequr. Prandaj duhet një rrugë e mesme dhe nga eksperienca ime nuk është se ta zëm personi, është një gjë që njeriu e pengon. Ashtu siç njeriu zgjedh Islamin, domethënë rikthehet në Islam, konvertohet dhe nuk është me një buton që ke njerëz që direkt sapo konvertohen, domethënë sapo rikthehen në Islam, direkt vendosin shamin. Ke të tjera që si puna ime që duan është diçka që i pengon dhe kjo pjesë më trishton në kuptimin që nuk e di çfarë më pengon, por është një ndjesi e brendshme që ndoshta nuk jam gati, por sigurisht mos e merrni këtë si mesazh nga unë. Shamia është obligim, është shkruar në Kur'an që duhet vendoset dhe duhet ta vendosni. Ideja është që mos të vendosni stres, depresion apo forcë ushtarake tek femra për të vendosur. Fatkeqësisht shoh disa nga ligjëratat që xhallarët shqiptar bëjnë në